pse e lejon me leje të veçanta që të bëj veprimtari administrative, ekzekutive në kuadër të funksionit të tij. Ky është një paradoks shumë i madh që mund ndodhi. Është një paradoks që hajde ta diskutojmë. Kryetari i bashkisë, po, mund të nxirrte vetëm një urdhër, jo disa urdhra, por duke parë çfarë informohemi nga media, ka patur veprimtari të kryerjes së detyrës nga burgu, ka patur mënyrë komunikimi jo vetëm me shkresa, po dhe në orientim, jo po kredite buta, jo po kjo, jo po ajo. Prokuroria e posaçme duhet ta ndaj mendjen. Unë e kam izoluar personin që mos më kryej detyrën e kryetarit bashkisë dhe mos kryerja e detyrës kryetarit bashkisë i parashikon të gjithë këto elemente. Do të thotë që shkresa ka hyrë me lejen e prokurorit për mua të çështjes? Për mua po, patjetër, prokurori i çështjes, paktën dhe siç informohet, ka lejuar takime edhe për shkak të detyrës të kryetarit bashkisë, domethënë me vartës kryetarit bashkisë. Dhe ky është paradoksi. Por pa me një që është arrestuar në paraburgim nuk mund të kryesh takime pa lejen e prokurorit të çështjes. Është një procedurë më vete. Prokurori miraton në ditën e arrestimit, të nesërmen e ditës së caktimit të masës së sigurimit të vendimit të gjykatës, cakton persona që do të lejohet të takohen me të arrestuarin. Ose personat me cilët komunikon. Kryesisht rrethi familjar është i lejuar që takohet me përjashtime kur kemi dhunë familje apo krime brenda familjes dhe sigurisht që nuk mund vej bashkëshortja të takoj bashkëshortin që e ka rrahur.